Kishim parti shtet, nuk kishte vindarse nga të partisë nga shteti, dhe ky është një nga kriteret kryesore politike të dokumentit të Kopenhagenit. Keq përdorimi i burimeve publike, qindra mijëra punonjës të administratës u detyruan të angazhohen në fushat përmes një rrjeti patronazhistësh. Dhjetra, qindra prej tyre përballë çdo qendre votimi, që monitoronin, banin shënim, kontrollonin, dhunonin çdo votues që guxonte të shkonte dhe që mund të votonte për opozitën dhe Partinë Demokratike. Të shkonit në Vor, i mirë organizuar rrjeti edhe me Bexha. Unë shpresoj që nuk ja u ka dhënë KQZ-ja, po në rastin më të mirë ishin të falsifikuara, pra me Bexha të falsifikuara. Çdo votues i Vorës u dhunua në të drejtën për të votuar të lirë. Unë vetë kam dorëzuar zyrtarisht 1 javë apo 10 ditë para zgjedhjeve, kam raportuar me emra, kam raportuar me vende, me targa makinas, me numra telefon, emër për emër të gjithë anëtarët e bandës kriminale të xhabavëve, ato që bashkëpunonte dikur Elisa dhe tani Blendi Gonxha. Ku ishte Spaku, ku ishte policia? I ka marrë në telefon një për një kryeprokurorin, drejtuesin e policisë, drejtuesin e krimeve. Këm polici nuk ishte, këm prokurori nuk ishte. Askush, çdo votues në Vor u ishte i vetëm përballë një bande kriminale. Nuk kam replik me ju, zonja Vokshi, sepse vërtet nuk ja vlen. Unë replikën time e bëra, po të them që ti po shpif, ti po sajon, ti po shpif në emrin tim. Ndoshta ti dhe ai që ken krah keni më shumë njohje me njerëz me cilët unë nuk i njoh as për fytyrë, as për emër, as kush janë, as çfarë përfaqësojnë zero. Po sigurisht se t'jeni ju në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, nuk do kishte me këtë gjuhë, me këtë sjellje, me këto shpifje, me këtë analizë që bëni ju, sigurisht atë rezultat do kornit në fund. Dhe nuk është çudi që ato 200 mbi vota mungojnë, sepse konsideroni njerëz i dele, i konsideroni të gjithë të transferueshëm, i konsideroni të gjithë qytetarët shqiptar budallën dhe s'ka rëndësi ku, se përmende vetëm një qytet këtu, po mund të jetë aty në Vor, në Shkodër, në Vlorë, në Fier, në Korçë, kudo ku keni humbur ju me turp, dhe emrin tim ti personalisht nuk e përmend dot, ti nuk shpif dot për mua, ti nuk sajon dot njohje të mijat me këdo, unë po të them që sa ko të vazhdoni kështu, sa ko t'jeni ju personalisht me këtë gjuhë, me këtë qasje, ndaj këtij vendi dhe ndaj Shqipërisë, edhe aty në Bruksel paturpsisht, ku nuk flisni as me gjuhën e Odirit apo të raporteve tjera që na i përmend këtu, po flisni me gjuhën e atyre që historikisht as guxojnë më të flasin për Shqipërinë në atë mënyrë, se si reputacioni i Shqipërisë, ashtu dhe emri i Shqipërisë, ju nuk e tërhiqni dot në fund dhe nuk e çoni dot në fundin ku jeni vetë, por po të them një gjë, kjo është hera e fundit që unë ju përgjigjem juve dhe qytetarët shqiptar ua ka dhënë përgjigjen me votë. Zot t'ju falë se nuk dini ç'bëni andej në rrugët e botës, po populli e di mirë se ç'bëni, prandaj edhe nuk ju ka falur.